Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Një muhabet të cilin jo që e fshehin, por sikur dëshirojnë që ta lënë në hares. Nuk është koha ajo që e shëron plagët, por kundërzi, plagën gjatë kohës hapen. 3 projektet e mëdha për shqiptarët në Maqedoninë Perëndimore janë të vllokuar. Rruga Tetov-Prizren, Kodra e Diellit dhe korridori 8, duhet të thënë se po punohet, mirë po zhagitet, ndër Skënza dhe atë ku më së paku pritet nga qeveria. Ka në korridorin 8 ndryshime planësh. Ku mbeten tunelet e shumë çka tjetër. Pra, 3 projektet madhore që të zhvillonin ekonominë dhe biznesin privat të popullatës shqiptare në Maqedoninë Perëndimore. Edhe nëse nuk do të investonte qeveria e RMV-s asnjë cent, shqiptarët në Maqedoninë Perëndimore me këto 3 projekte do të mbjetonin. Bile do bëheshin edhe faktor dominues në biznes dhe në ekonomi. Edhe ashtu, qeveritë deri tashme në Republikën e Maqedonisë nuk investuan gati se asgjë nga 1990 këndej. Pra të ndalemi në këto më aktuale, të cilat jo që nuk janë temë që nga vitet 1990 janë, mirë po aq ishte kaçiku partive shqiptare. Pra bëhet fjalë për rrugën Tetov-Prizren, Kodra e Diellit dhe korridori 8. Nuk po marrin hof. Adresa Qeveria e Maqedonisë dhe heshtja për momentin e partnerit vlen. Do të fillojmë nga e para nga rruga Tetov-Prizren. Ishin zgjedhjet lokale. Bilal Kasami, si kryetar dhe kandidat i sërishëm për kryetar komune, nuk e përmendi në asnjë miting. Duhet të thënë të vërtetën, Rishtrem fol drejt. Albin Kurti, nuk jam adhuruesi Albin Kurtit, Albin Kurti rrugën, pjesën nga Prizreni deri në kufi është duke e bërë ose e ka bërë. Mirë po, ajo të cilën e dëgjen nga gazetarët në Kosovë, se problem dhe jetë hapja e tunelit, edhe pse pala kosovare thot, ne kemi siguruar mjetët për tunelin, mund të vi që ata të hapin deri në gjysmë, sepse është e drejtë e Republikës së Maqedonisë që të menaxhoj gjysmën e tunelit prej kufir të Kosovës së këndej. Pra, mund të vim deri në një situatë mjaft qesharake. 1 dekadë premtime dhe 0 veprim. Projekti që do të lidhte drejt për drejt Tetovën në Kosovën, sepse do i bishin më shkurt edhe shkupjanët për të shkuar rrugën e kombit më shpejt. Do i bishte gjysma e Maqedonisë më shkurt. Do të ikshin gjithë asaj të llovije në rrugën Gostivar-Strug. Qeveritë e një pasnjëshme nuk e kaluan as fazën e fizibilitetit dhe kanë shtyrë me arsjetim tash mbrojtjes së zonës së Malit Shark, Park Nacional. Rruga Tetov-Prizren është një nga projektet më strategjike për shqiptarët, duke krijuar një lidhje të drejtë për drejtë ekonomike dhe turistike me Kosovën. Mirëpo, që prej vitit 2014, Rishtremër fol drejt, projekti nuk ka kaluar as hapat fillestar. Një larje apo hudhje sive e bëri Bilal Kasami duke hapur vitin e kaluar apo para disa viteve rrugën nga Selca deri në Vec, duke mashtruar popullatën se po e rregullojnë në këtë anë rrugën e Prizrenit, jo në anën tjetër, që siç e kishte planifikuar BDI-ja. Edhe pse është përmendur në programet qeveritare, Ministria e Transportit nuk e ka futur kurrë në listën e investimeve kapitale rrugën Prizren-Tetov apo Tetov-Prizren. Ministria e Mjedisit ka përdorur statusin e zonës së mbrojtur në Mali Shark si shtetim për të penguar procedurat. Ministri i Mjedisit e dini kush ishte? Më mirë mos u përmend kryetari i Shehit. Në vitet 2023-2025, projekti është premtuar nisje shpejt, por nuk ka as dokumente, as tender, as fonde. Politika e mbah projektin në pritje, ndërsa qytetarët shohin të njëjtin status që për një dekade. Asgjë nuk lëviz. Dalim në anën tjetër të Kodra e Diellit. 15 vite ngërsh institucional dhe asnjë zhvillim real. Zona më potenciale turistike e llogaritur nga ndërkombëtarët
në Maqedoni, pra edhe vendit të Maqedonisë, Kodra e Diellit apo Popavashapka është katruar nga kaosi pronësor, përplasjet mes institucione dhe mungesës totale e vullnetit qeveritar. Kodra e Diellit, dikur resori kryesor dimror i Maqedonisë dhe nga koha e Jugosllavisë, ka qëndruar në rrënjët e plot për më shumë se 15 vitesh. Problemi nuk është vetëm në neglizhencë, por bllokada e organizuar e qeverisë qendrore. Nga viti 2010 deri sot, çdo plan urbanistik nga komunat e Tetovës është thirrur ose bllokuar nga ministritë qendrore. Pronësia e zonës është e paqartë. Makedonski Shumi mban një pjesë, Ministria e Mbrojtjes një pjesë tjetër, ndërsa komuna ende nuk ka kompetencat e plota, përveç disa rrugëve. Kur kompanitë huaja kanë shprehur interes, qeveria ka kërkuar rishikime të pafundme të dokumenteve. Asnjë investim serioz nuk është liruar të hyjë në këtë zonë. Rezultati: gondola e vjetër, pistat e amortizuara, mungesë menaxhimi dhe zero zhvillim. Por problemi i vërtet është politik. Një qendër e zhvilluar turistike në Tetovë do të ndryshonte balancat ekonomike të gjitha veriperëndimorëve, investimeve. Pra, vim në një situatë ku prapavia dihet, që të mos zhvillohet, thënë shkurt dhe shqip Pollogu, zemra e Maqedonisë Perëndimore. Dhe tash vim te korridori 8. Askush nuk thot se nuk punohet. Procedurat ka të kontestuara, kostot të frira dhe rritë më i ulët në zonën shqiptare. Projekti më i reklamuar i qeverisë po zvarritet prej vitesh. Nga tenderat e shumt, ka njerë delin si janë të dyshimt, rinegocimet e kontratave dhe projektimet e papërfunduara. Korridori 8 është paraqitur si projekt më i rëndësishëm infrastrukturor i vendit, por realiteti i punimeve tregon një histori tjetër. Procedurat e tenderimit 2018-2021 u hapan dhe u mbyllën disa herë dhe u kontestuan nga partnerë ndërkombëtar. Pas nënshkrimit me këtë elenka, rritjet e çmimit risollën rinegocimet e kontratës, duke vonuar sërish punimet. Raportet e mbrëmshme të vitit 2028 treguan se disa segmente nisën pa projektim teknik të plot, një shkelje që shpjegon devijimet dhe vonesën. Ajo që bie në sy është ritmi. Segmentet që kalojnë në zonën shqiptare, Tetovë Gostivar dhe drejt Pollogut kanë ecur dukshëm më ngadalë krahasuar me sektorët lindor. Edhe në vitin 2025, projekti u përball me rinegocime të tjera, ndërsa segmentet perëndimore vazhdojnë të mbeten pas në afat. Apo ajo që përflitet nga të punësuarit në Bekë të Gjenka nga shqiptarët e Maqedonisë Perëndimore. Janë ndërtuar ura, nuk ka tunele që ishin të programuara. Dhe ajo e cila pritet që ta lë në gjysmë apo të zhagitet është hyrja tjetër nga territori i Republikës së Maqedonisë për në Shqipëri. Atje po na del një lokalitet antik dhe sipas gjitha gjasave UNESCO-ja do bëj probleme. Kështu thonë nga të punësuarit në Bekë të Gjenka shqiptar. Por, derisa të arrijnë deri atje në kufit të Strugës, pse UNESCO nuk i tërheq gjitha ato zbulime? Nëse ka. Pra, ka kohë, mirë po, mungon dëshira. Dhe si përfundim, të tre projektet, rruga Tetovë-Prizren, Kodra e Diellit dhe korridori 8, kanë pengesa të ndryshme në letër, por thelbi është i njëjtë. Burokracia e qëllimshme, interesat e përplasura dhe mungesë vullneti politik kur bëhet fjalë për projekte që rrisin rëndësinë ekonomike të zonave shqiptare.